Nuk është aq e djegur sa duket në video, po. Po. Më besoni që të jetë shumë e mirë. Një nga gjërat e mia të preferuara kur kam kohë është të bëj mëngjesin. Pra ku po bëjmë edhe një omlet gjigante. Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim, unë jam Rea dhe sot kemi ditëlindjen e Alvios për 28 vjeç. Se tregon moshë. Ja ku e kemi Alvia këtu. Kemi edhe motrën e Alvit që nuk duket fare aty, po do t'ja tregoj pastaj. It's the same old story being told inside my head. Try to straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart. Një erdhëm në shtëpi dhe shikoni çfarë mora rrugës kur ishim në Petrel, zuri syri një zotri që shiste rënjë dhe fidan, edhe morëm barzilok, morëm pomodorini, edhe 4 vazo, këto ishin na 500 lek, lule shtryle për cimbjell tek balkoni, edhe mi la të gjitha këto 5.000 lek dhe donte të më merrte 3.000 lek. I thash, jo, në asnjë mënyrë, ai lodhet gjithë ditën edhe nuk do t'i pranoja kurrë, sepse në fillim i thash vetëm për bërzeloku këtu. E thash sa lek kushton, më bëj thash 2 rënjë që kushtojnë 2.000 lek. Edhe i thash që të nxjerrja lekët, më tha i ka dhurat, nuk ka nevojë për 500 lek, dhe pse mora edhe këto të tjerat. Edhe këto donte që të më linte prap dhurat. Edhe prandaj ai lodhet. Kujtoa shumë babin që me fugon, që shet rrugëve tani në vap, edhe në asnjë mënyrë nuk. Edhe pse ai donte shumë që të më dhuronte, në asnjë mënyrë dasha të 5.000 lekshin. Edhe tani mezi po pres, edhe shikoni sa pomodorini që më ta. Thjesht 2 rënjë kërkova. Më ka dhënë 1, 2, haru që ti shohim bash. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rënjë. Can't believe I was that naive to had all the blame for a back on me when it was all a part of your scheme. Tan. Hello, nga dita tjetër. Unë isha në gjumë tani, dolëm që parë që vajtëm, ju tregova pak, isha me Alfion, shkuam tek Tegu se kisha një punë, edhe tani unë kam porositur një tavolin, xhami, edhe kam gati 2 javë që e kam aty dhe nuk e kam hapur, që kështu do ta montojmë, dhe është kjo këtu. Ndërkohë që shikoni pak rrumoj aty. Se bëra dreka dhe japë të direkt gjumit, sorry buka, që kështu të lem edhe ato jenet që kemi. Si që thash, është një tavolin xhami dhe besoj se do shkoj këtu tek salloni. Ne kemi një tavolin për momentin, por pse jo, ta provojmë tek ta si duket. Përshëndetje nga një ditë tjetër, unë tani u bëra gati dhe do dal dhe ju uroj të gjitha gocat e mia dhe çunat që na ndjekin gëzuar një majin, edhe shpresoj që t'ja keni kaluar sa më bukur. Alvi është në punë edhe unë po merrem pak, kam bërë punët e shtëpisë sot dhe duhet të bëj 2 rrjellca, që kështu do dalim, do ikim blej pak disa lule që të paktën të ketë pak atmosferë shtëpia dhe do t'i marr me vete. Ndërkohë kemi rregulluar pak sallonin. Kam vendosur tavolinën që montova dje, që montova vetë me këto duar, jam teknike. E kisha Alvion aty, por nuk po më linte goja dhe doja që ta bëja vetë atë punë dhe mendoj se e kam montuar mirë. Do shkoj që të ble disa pite për sufllazhe që janë të gatshme, por do bëjmë recetë shumë të mirë. Unë kam nisur serinë e recetave të thjeshta në Instagram dhe ju ftoj shumë që të më ndiqni aty. Dhe sot është episodi 2.
Dje ishte episodi i parë dhe tregova recetën e tost me salmon që është fantastike. Dua që të jenë recetat të thjeshta që mund të bëjnë të gjithë edhe janë shumë të shijshme. Passing streets and busy traffic, walking hand in hand on our way home. Pra në shtëpi dhe do t'ju tregoj shpejt pazarin, sepse mora goxha gjëra, sepse siç u thash dhe e gëzuar të gjitha gocave, sot është 1 maj. Që thash për darkë sot do përgatisim mish qingji me patate. Mora sallatë jeshile, mora patate kuksi, mora salcë kosi shtëpie, që më duk shumë e mirë për të përcatëzit. Morëm gjithashtu edhe gjysmë kile ullini. Dhe në market mora pite, sepse do bëjmë pite sot. Mora patate, sepse nuk e dija që kishte këtu. Mora vaj dhe sallam dhe djathë. Po, mora dhe gjën më kryesore që kushtojnë më shumë, sepse e gjithë kjo tufa mbajti 20.000 lekë dhe në fakt kompozuam 2 tufa, një për salonin dhe një për kuzhinën dhe thjesht e adhuroj, është kaq klasike, është, nuk e di, e adhuroj. Përshëndetje njerëz. Ja dhe Raushi na ka gatuar super mish me patate. Vërtet shumë i shijshëm edhe meritonte një video ky gatimi sotëm. Mbase në video s'duket aq i mirë se jemi duke ngrënë, po nuk mund të lija pa e thënë. Natën e mirë. Hej, përshëndetje nga dita tjetër. Unë tani jam për gati, jam bërë si ëmbëlsirë nga të ranës. Se kështu futen. Nga mungesa e komplimenteve, ne ja bëjmë qefin vetes. Porrova të vendosja unazat. Unë jam fikse si me pas në një unaz fejese dhe harroj me vendos. Edhe ndjej atë boshllëkun. Që beshe ka por realisht. Në qoftë se ka një aksesor që unë e vendos gjithmonë, janë unazat edhe vathët, nuk dal asnjëherë, pa vath njëherë s'ka shanse. Edhe varsja që më ka dhuruar Albi vjet. Me zemër. Edhe se kështu e zjata unë goxha, po shkojmë për piknik. Po shkojmë në teatr. Ne ikim unë, Alvio, mami Alvi dhe motra e Alvios, edhe jemi kështu grup, edhe Luana Skene me Andrea, që është aktore ime preferuar shqiptare. Vetëm nëse do arrim do të në teatr. Besoj do arrim, është 8 panqerek. I'm the one, never felt this safe with anyone. Sa qyteti do dukej tutje si për një kote. Edhe mbrëmjeve do të zbronin aty në verandë të kjo verë të kuqe e cigare. I couldn't really settle down. Always on the run, I didn't want to slow down. But baby, then you came around. Yeah, you came around. Unë tani jam të piramida, sepse po shkoj tek eventi që po zhvillon Angela me Leanën. Edhe kam një gjakis në gojë, po ma qaron nervat, po nisë. Edhe do shkojmë tani, ka veshur çizme të gjata, që është super vap. Edhe plasa vape me pak fjalë. Dhe ka aq shumë njerëz. Angela dhe Leana, bravo ju qoftë. Gjithë rinia është ky eventi. They said this would end. Instead we complete
Ja, ku i kemi super fuqinë e kësaj dite, Lanën dhe Angelën, shkoni sa të bukura çupat, shumë suksese, goca, jeni yje, normale që do vija, si yje çupat. Ja, ti të këndë shumë? Edhe reja, me flokët bjonde nga afër është akoma më burse. Po, faleminderit edhe gocat janë si yje si gjithmonë. Shumë suksese. Shumë suksese. Come on, reason to that. If this is what love is. Situata, ka edhe kështu, po prej salve të mos jedi shapka këtu në lagje, se nuk e ki do të lartë edhe me taksi. Dhe shikoni kam hiqur, se më jam vrarë këmbët në çizmet. Shofi një vjetë, që shkjo e të shmëndor. Edhe Alvia po vënohet, si gjithmonë. Oh, thank you. Hello, nuk ka vetëm sukses në kuzhinë, ka edhe dështim. Ja, keku që bëra me limon, po shikoni njëherë strukturën e këtij keku sa i mirë që është. Pse mendon se ndodhi kjo? Tani Alvia do e japi një shpjegim, pastaj dua që t'jepni edhe ju shpjegimin tuaj në komente. Alv, pse ndodhi kjo gjë, ja mendon ti? Sepse direkt sa e hoqim, dojë ta... Sa nxorë nga fura, dojë ta hiqe nga ajo tava e vetë. Unë nuk mendoj se është kjo arsyeja, që kështu më shkruani në komente pse mu prish keku, sepse... Për mua keku nuk është prishur, është mjaftueshëm i ngresh. Okej, se do e haj Alvia si gjithmonë. Me kafe tani. Pse mendoni juve se u prish keku im? Tani do bëhem gati, se do vinë gocat të më marrin dhe do shkojmë për piknik. Jo, po thoni ju, e flaku kekun kjo, jo më jo, e haktu i dashprin, plus e po punon, e kam arkitekt. Ko, veshja ime është kjo, fustani bukur që e kam marrë nga koment, dhe është super bukur. Par, ku shoqërshia mbitarët, është kjo çanta Gucci. Sa e bukur. Ja, kështu. Është vintage. Është. Adoroj. Jet, si jam bërë? Më tha një gocë të lagja një personusa. Tash thank you. S'është kompliment. S'është kompliment. You are the answer. You are that real love. I throw my hands up. I throw my hands up. I give it all to you. Hello, një mika për ty. Give it all to you. Hello. Give it all Hello. to you. I give it all to you. I give it all to you, God. I give it all to you. I give it all. Hello, përshëndetje nga dita tjetër. Në qoftë se ka një person që ndryshon make-up-i totalisht jam unë, prandaj do bëjmë një make-up. Dhe gjithmonë, që se keni vënë re, unë bëj një make-up të thjeshtë. Dhe do t'ju tregoj disa nga produktet e mia të preferuara. Dhe dje ishin për piknik. Jam shumë e lumtur që më në fund ajo ideja një mike për ty nuk ishte më vetëm ide, por u bë diçka e prekshme, diçka reale. Dhe në të njëjtën kohë jam shumë e lumtur për Rejan që do të ketë më shumë miq. Edhe u kënaqëm shumë, ishim të gjitha vajza në të njëjtin vibe, njëjta energji, na pëlqente afërsisht e njëjta gjë, edhe ishim veshur të gjitha me pastel, me lule, gocat ishin vërtet fantastike dhe u kënaqa edhe mezi po pres që të organizojmë takime të tjera tek grupi, do ta quaj tek te komuniteti një mike për ty. Për të marrë pjesë në këto aktivitetet që ne do bëjmë, mjafton që të ndiqni një mike për ty dhe aty do jepet çdo lajm. Tani, kur isha në Gjermani, pleva këtë fondatinën, edhe më pëlqen. Është nga L'Oreal, edhe më pëlqen goxha. False që nga Maybelline dhe kam marrë numrin. Një sponge, shumë kam këtë nga Beauty Sponge, e përhapim, është shumë e mirë dhe e super sugjeroj.
Është një fondatin që nuk ka shumë mbulim, kalojmë me korektorin që është kënë nga Fit Me. Dhe tani koha për vetullat. Unë në qëse dini kam gati 2 vite gjysë që i kam bërë microblending dhe jam shumë e lumtur, ja sugjeroj të gjithëve që t'i bëni, por thjesht gjeni një vend të mirë. Plus nuk e kam prekur më vetullën në asnjë moment gjatë këtyre 2 viteve të gjysë. Domethënë kam bërë vetëm atë procedurën dhe nuk është se kam bërë prekje përsëri në vetull. Dhe dua që të sugjeroj këtë gjelin, është shumë i mirë. Unë kam provuar gjel gjithata dhe si ky nuk kam. Realisht është shumë i mirë dhe është shumë i lirë, kushton diku te 12-13 lekë. Dhe është fantastik. Dhe ta mban vetullën super bukur. Edhe mban atë qimjan drejtimin që ti do gjatë gjithë ditës. Është fantastike. Duket sikur ke bërë laminim. Se nuk e kam rregulluar akoma, por diferenca. Mbarova dhe make-upin, sa bukur që doli, flokët i kapa gjysmë bishti, edhe duken shumë nice, sepse po bëj 4-5 ditë që nuk i kam larë flokët. Edhe jam në gjendje shumë të mirë të t'ju tregoj dhe çfarë kam bërë për flokët. Edhe çfarë linje kam nisur për të kujdesur sa më shumë, por në fillim duhet të shkoj të dalë sepse duhet të bëj pak pazar, duhet të marr ca fruta ca gjëra. Edhe do vim prapë në shtëpi sepse kemi për të bërë punë, duhet të çoj disa pako sepse nxora gjëra tek lakmi në shop, sepse më ndiqni aty. Edhe çfarë kam shumë gjëra të reja për t'ju treguar, por të çohemi një herë dhe të vishemi. Hello, përshëndetje. Tani sa po ndesa mikrofonin edhe erdha tek mashëria. Mora thjesht një ujë se u lodha duke bërë pazar. Mora goxha gjëra të mira që doja t'ju tregoj kur të shkojmë në shtëpi. Ja, i kemi vendosur këtu gjithë këto gjëra. Edhe vajti ora ndërkohë, ora 1:30, nuk kam ngrënë asnjë gjë. Edhe po më hahet shumë bukë, por kam marrë gjëra të lezetshme. Do bëj një recetë super të thjeshtë që ka super shije të mirë. Edhe kështu, tani po qetësohem çik. Do ju tregoj shpejt pazarin.
kam gjërat që kam marrë tek Rossmann dhe te qesja tjetër kam gjërat që kam marrë te Biomarket. Tani mora në këto kartopecetat, në qose keni kafshë shtëpiake, sidomos mace, të janë shumë të mira për të fshirë fytyrat, sepse nuk ka asnjë qime në surat, kurse me peshqia rozo. Mora nga këto letrat, për kuzhinën, letrat lagura. Mora këtë aromën për rrobat, që ka marrë aromë gjithë çanta. Ka aromë super të mira. Kam provuar edhe më përpara dhe e mora përsëri. Mora këta për tualetin. Ka aromë shumë të mirë. Kjo aroma më kujton kur isha fëmijë se nuk ka pasur shumë ilaçe. Edhe ka të aroma karakteristike që më adoroj. Mora karamele. Mora këtë qeri aromatik. E kështë aromë shumë të mirë, ke papar. Dhe ishte diku te 4.000 lek. Ose aromë të mirë që ka. Adoroj aromën e kësaj. Dhe ka marrë ushqim për haron. Ishin këto që ishin bio. Mora këto. Këto. Mora ato më të mira. Mora këto. Mora dhe disa snack për uqin, kur bën sjellje të mira. Dhe i kemi nisur një ushqim që po e marr tani t'ua tregoj. Është ushqimi dhe mbahet ndër ushqimet më të mira për mace, pasur me vlera ushqimore. Kish ka një problem, haruja nuk e pëlqeu atë, kurse ja përziva me ushqimin që i jepnim, edhe sikur nisi që ta hante dhe tani po i hedh vetëm këtë ushqimin edhe po e ha. Por kushtoi goxha se vajte 26-27 lek. Por për mirëqenien e Ruçit që të jetë sa më i shëndetshëm. Tani do t'ju tregoj edhe gjërat e tjera që mora në market. Qesja numër 2. Mora lule shtrydhe. Jardin. Mora kumbull sheqeri. Panine, këto janë shumë të mira, këto paninet e vogla, kështu në lekëshe. Mora dhe bukë tekër. Tani kam kërkuar në 3-4 supermarkete shurup lule shtrydhe për të bërë matcha me strawberry, edhe nuk kanë asnjë. Dhe mora këto si recetë tani, ti provojnë me këto shijet, me shi lule shtrydhe, dhe ishte edhe kjo, ta provoj një herë me pjesh, me kazi, me qershi, kopër. Speca dhe shikoni sa lirë, 300 lekë gjithë këto speca për t'i skuqur. Rënd të lirë specave. Edhe fundit fare, mora pak mish biftek gici. Tani piçoj të gjitha më të tonë. Ku janë këto, sepse do t'ju tregoj një vlerje shumë të madhe, sa është kjo
çanta, ashtu është e blerja. Por më në fund kam marrë çantën time të ëndrave dhe siç e dini shita tek Lakemon çantat e mia që ishin firma të ndryshme si Guess, Polo, edhe janë brende të cilat kushtojnë Guess të pak në çantat që kisha marrë unë, ishin 100, 150 euro, 200 euro dhe i kam shitur realisht me çmim shumë të mirë. Edhe me lekët që për atë çantave që shita, shkoni çfarë mora, çantën time të ëndrave që është kjo posheta nga Gucci dhe është vintage, prandaj më pëlqen më shumë. Edhe nuk e di, adhuroj. Është kjo. E mora dhe me çmim shumë të mirë, e gjeta nga 400 euro, bëra një ulje të vogël dhe e mora për 350 euro. Më uljen që u aplikua, sepse kishte një rregull që mund të propozoja një ulje dhe në qoftë se ata ta merrnin për bazë, pse jo, mund të bëhej ulja. Edhe unë e bleva tek Viana Bell, kam kërkuar edhe tek Vilma edhe kam pritur me thënë të drejtën, por nuk kam kapur në asnjë drop në një çantë, shiteshin direkt. Edhe nuk e di, ndalisë me magji kjo, rastësisht. E më super pëlqeu, kam vendosur edhe këtë qershin këtu. Shumë e bukur, çanta ime e parë mark luksoze, kam dhe Jacquemusin, edhe Jacquemusi hyn që kështu. Si ju duket posheta ime, është goxha e madhe, mban shumë, mban kamerën, portofolin, kamerën e vogël, portofolin, telefonin, edhe është shumë e kombinueshme për tani në verë, në fustane. Më pëlqen se është çanta ime. Por nuk e lash me aq, sepse mora dhe një çantë tjetër për vajta tek dyqani, madje paketimi më zhgënjeu pak, se sa më pëlqen shumë. Përderisa janë marka luksoze, edhe pse janë second hand, domethënë janë të përdorura si çanta dhe prandaj vijnë me çmim kaq të mirë. Prisni një paketim më luksoz, me më shumë detaje, me më shumë logo, edhe të vetë biznesit që i shet. Edhe kur vajta aty më mori mendjen këtë çanta, që është një Fendi. Unë kam një Fendi. Ua, nuk më besohet, tani, lekët e kësaj i nxora nga shitjet e çantave, po të kësaj o njerës si t'i nxjerë, se kjo ishte 600 euro, edhe në fakt ishte 580 euro, dhe e mora për 500 euro, i thash thjesht mund të marrë. Edhe më pëlqeu kjo pjesë që mund të luani pak me çmimin, por është kjo, si ju duket. Është një çantë e madhe, prandaj e mora, sepse jam e sigurt që do ta përdor shumë, sepse ka afërsisht një të matësi si çanta polenda, unë atë nuk e heq nga krahu. Edhe tani, ç'a t'ju them më shumë? Më pëlqen më shumë. Mua këtë do përdor më shumë, po kjo është pak më cute. Kam qirë ca rroba të tjera dje tek Lakemon, sepse duhet të justifikoj këto blerje, të kupton? Edhe shes rrobat e vjetra, do rri pa rroba për këto dy çanta, nuk e di. Thjesht më mori aty, kur vajta e pash atje thash, nuk e di. Kisha bler një tas, por jo veta, sepse me gjithë këto blerje, blem edhe ndonjë gjë për shtëpi. Dhe kam marrë linjën nga Cork Mas, kam marrë linjën e këtyre tenxhereve fantastike që janë inox. Shikoni sa të bukura që janë, shikoni gjithashtu edhe pasqyrimin, rrëmujen, se po bëj gati pizza pako, dhe mora gjithë setin. Kjo duhet jetë tenxherja mesatare, ka tenxhere më të vogël. Unë kisha porositur setin me kapak inoxi, por më erdhi me kapak qeq. Nisë, nuk është se ka ndonjë problem, thjesht më duket më minimaliste dhe më e bukur me kapak inoxi, por s'prish pun, edhe qeq mirë është. Shikoni çfarë shkëlqimi që ka, nëse po pres tani që ti nxjerr të gjitha, ti laj, edhe të nis që të gatuaj, më thoni, përse keni ndonjë këshill për të madhën, tani që po ndryshoj
Edhe të nxjerrët, jam thënë inox si më duket, duhet që të hedhësh pak ujë para se të gatuash, nëse do marrë informacione të sakta tek ChatGPT-ja, por nëse keni ndonjë këshill ma thoni. Ndërkohë kjo është të nxjerrja më e madhe. Është kjo. Sa bukur. Sa bukur është janë. Ndërkohë Ti galin! Sa i bukur. Ka cilësi duket. Shumë pak shkrimet këtu. Këti duken fantastike. Edhe shpresoj që të bëjmë receta sa më të mira. Kam të gjitha kapakun të tyre. Edhe në fund fare kemi të nxjerrën që është pak më e ullët, që mund ta përdorësh edhe si tavë, domethënë nis gatimin në sopë dhe pastaj e vendos në furrë. Është kjo se mund të futen edhe në furrë, shumë mirë për gatim. Edhe kjo ishte blerja ime, mora gjithë setin, se i kisha, vetëm 2 tenxhere kisha, se i kisha hedhur të tjerët me ndërimin e shtëpisë. Tani mora ngjasme për një shumë të mirë. Ishte kjo dhe një linjë tjetër, për ChatGPT më tha që kjo është më e mira. Ne po t'i gëzojmë edhe shpresoj që të bëjmë sa më shumë receta që t'i ndaj me ju edhe t'jenë sa më të shijshme. Kjo është dhe pash tek informacione që kur gatuar me inox është një nga mënyrat më të mira që ushqimi të jetë i shëndetshëm dhe shumë i shijshëm, por më e rëndësishmja të jetë i shëndetshëm. Edhe prandaj unë zgjodha këtë linjën. Do t'ju them se si do më shkojë gjithë procesi i gatimit, nëse do më ngjisi, nëse jo. Edhe në qoftë se do t'ua sugjeroj, kurse kushtuan goxha i gjithë seti, por të paktën tani kam të gjitha, dika gjitha këto. Ato që kam, do t'i çoj për. Hello, unë sa po u lava dhe shikoni pak flokët sa bukur që duken, edhe kam nisur një rutinë kastile për riparimin e flokut, sepse që me larjen e parë pas dekolorimit për herë të tretë, floku im kërkonte ndihmë. Ishte aq i thatë, nuk merrte asnjë formë dhe besoj dhe ju e keni vënë sepse kam pasur komente të shumta, por prej një muaji po përdor një set kastile për riparimin e flokëve, që është Amis Beauty. Janë produkte të prodhuara në Itali, gjithashtu të kontrolluara dhe të licencuara nga Ministria Italiane. Janë këto këtë setin kam marrë, që është për riparimin e flokëve, nëse dhe floku jot është në gjendje shumë të keqe, mos të streso veten, sepse mund të porosisni online tek webi, unë do t'ju lë linkun. Këto setin fantastik që është shampoja, është kjo, ka aromë shumë të mirë, është me një çmim super ekonomik, është maska me keratin, që është kjo, e përdor 7 deri në 10 minuta kur i kam flokët e lagur në dush, edhe pastaj e shplaj. E në fund fare kemi vajin me argani. Ky kushton pak më shumë në krahasim me të tjerat, sepse zjat edhe më shumë, të paktën zjat një vit e gjys, dhe është shumë i mirë dhe nuk të krijon atë lëpirjen e flokëve që të t'i vajisi. Dhe shikoni sa bukur që duket dhe floku, besoj e vini re, ka shumë jetë, ka shkëlqim, ka volum, është fikse ajo bjonde e shëndetshme, sepse duhet të gjesh edhe produkte të cilat janë për riparimin e flokëve. Dhe unë ja kam ndier direkt që kur i përdora para një muaji, e kam ndier atë ndryshimin në flok, sepse normale kur e ke flokun super të dëmtuar, edhe sa vendos diçka, të jep atë
shkëlqimin që të mungonte. Edhe do jem rregullt me rutinën time, sepse normale që kemi akoma punë që floku të jetë 100% i shëndetshëm, por jemi në rrugën e dur, sepse i adhuroj flokët, janë të butë, marrin formë, sepse në fillim fare jo Dyson, po asnjë gjë nuk më hynte, domethënë nuk më bënte punë. Kurse tani floku e vini re dhe vetë, duken sikur kam dalë në ndonjë sallon, edhe thjesht i adhuroj. Unë ja sugjeroj me zemër këtë setin, se është vërtet shumë i mirë. Gjithashtu unë kam marrë edhe këtë shampo, sepse kur bëra dekolorimin e flokëve, kisha pafund zbokt, më bën plag në kokë, edhe mora këtë për zboktin. Nëse vuani nga zbokti, ky është shumë i mirë, po e përdor edhe Alvio bashkë me mua, sepse dhe ai vuan. Edhe mund të përdoret si për çupat. Tani duhet që t'u lë, thjesht doja t'ju tregoja këtë flokët shumë të bukur. Shikoni çfarë na ka marr Alvio te Ola, që është fast foodimi preferuar, ndër të preferuarit këtu në Tiranë. Dhe i bën sufllaqet shumë të mira, aty nuk kam unë. Qanë të ngrohta, edhe të nga bëtë të mirë. Kështu më porosit jake dhe më mendoj se Alvio nuk më të vërtet. Sa i nuk e di se si e ha unë donën e në sufllaqe, ma ka marrë me sallatë jeshile, dhe nuk ma ka marrë me qep me vetë. Unë e dua me gjitha, plus sallatë jeshile. Ma ka marrë siç e merr vetë, plus sallatë jeshile. Kuptoni ju? Alvio merr vetëm patate e mish, kaq. Tregoj pak outfitin of the day. Është ky. Kam veshur me buka, po duken shumë bukur. Këtë fundin nga Next më duket, bluzja është nga Reserve. Dhe ja, si duket. Shkon së bukur.